ekonomisë sociale, kemi ca lëndë që unë jam specializuar në Itali, jo pak, po një vit në Itali të 90. Dhe gjithë jeta ime ka qenë rreth kësaj shkence. Dhe po i them qeverisë, shtetit, me kompaninë prapë s'kam punë. E njëjta kompani është si në suk edhe këtu. Nuk kam punë me atë më vërtet. Jo se kam prigatën, por nuk kam punë. Ku e çon qeveria vetë ai. Ka vetë vetëm ku e takoj në gjyqë. Sa e vetë në gjyqë del një avokat që mbron rotetin o këta e tjera. Dhe unë në mbrojtje të qytetarëve, gjithmonë gjys kam kur fajtur të mbroj biznese, qeveri, shtet, prandaj po thirrë qytetarëve e mbrojtje në mënyrë të mbrojtë të pa mbrojtur, pa e financaktuar. Para 6 vjet shkolla avokatie vetëm që ishja ekspert i dur në mbrojtje të qytetarëve. 6 vjet shkollë juridike dhe avokatie vetëm për të qenë i vërtetë. Edhe nuk e dua atë gram finance nga kusht, nga pronor, që kohen tjera për vend 10.000 lekë, naftë 30.000 lekë, kurrë. Po mira mi pasur nuk e dua, sepse edhe mbrojtja del më e mirë me të drejtën. Siç po më del. Dhe tash po i thirrë një kompanisë për qeveri shtetit. Si mund të ndërtoshti në ligatin, në lagun, ku ka një ligj natyror, që aq sa metra katror zoti mbi ligatin, se ligatina ose laguna është pjesë e detit. Është pjesë e detit, si ti është me trup, me mendje, me keme, ato janë këpucë. Pra, kur të duash, deti e vesht atë. Kur doj deti, ishte një rëmbim, një vërshim, një rritje nivelli detit, e ka pjesën e vetë dhe e pushton sa herë doj. Në momenti që deti e pushton atë, si në Vlorë, që deti u fut deri ke dyqanet para një muajsh, sepse u su nga tuneli, nga ato Biglaçka, ke kampi i punëtorëve, që shkon drejt detit, ku ishte pallati Lutbashës, edhe gjithë ajo belvederja, ajo është zënë me ndërtime. Atëherë deti, ajo që ti zgjesh e ke zënë me ndërtime pregun e djathtë të rrugës së belvederes për në tunel, deti shpërteu këtu ke plazhi që është me ulët, edhe shkoi deri ke dyqanet para një muajsh. E njëjta gjë, që nëse ti je sot detin me lagunën, me ndërtimin lagunë 160.000 metra katror, do të thotë 160.000 do të thotë 4.000 metra e gjatë nga aty deri në Velipoj, e 40 metro që për 160.000 metra katror prap, atëherë gjitha ndërtimet private, resorte, komplekse turistike, ato vila e tjera që janë në Velipoj, që gjitha do janë pushtuara nga deti. Pra, dëmi nuk është thjesht që ti ndërtone mund ta kesh të mirë aty, deti vjen ke platforma jote, ti ke bërë platformë të ngritur, nuk të ndodh gjë. Por deti do shfryj në veri të këtij kompleksi, në veri që është Velipoja, që ata banor që kanë investimet e tyre në formë vila apo ndërtime të lehta apo ndërtime të mëdha komplekse.